Narta është sot një ndër fshatrat e pakët në Vlorë që ka një qendër të fshatit, e cila nuk të ofron as pak një imazh të dur. Prej pamjeve të cilat po i ndishin në ekran, të firmuara nga televizioni 6+1 Vlora, vihet re që qendra dhe hyrja e fshatit Nart sot mund të konsiderohen të shkatëruara. Imazhin e saj e rëndojnë edhe më tepër disa godina që më parë kanë funksionuar si biznese në zonë, por sot kanë dalë totalisht jashtë funksionit. Më tepër se një vit më parë, në këto godina razjar duke i nxjerrë jashtë funksionit. Në vendin se ku ndodhen këto godina, pasojat e flakëve shihen edhe sot, teksa për shumë muaj asnjë mas nuk është marrë për rihabilitimin e tyre. Madje dhe pjesët e djegura në brendësi të bizneseve të dikushme janë sot jashtë po të njëjtës zonë, duke të ofruar një imazh as pak dinjitoz. Kjo edhe për shkakun se ato të japin përshtypjen se do të shemben nga momenti në moment me godinat të cilat nuk i kanë shpëtuar as amortizimit dhe degradimit të mëtejshëm. Por me sa duket, bizneset të cilat kanë qenë më parë në qendër të fshatit Nart kanë qenë e vetmja gjë që e mbanin këtë qendër të gjallë, me bizneset e tjera rreth e rrotull që kanë ulur prej kohësh që penat dhe megjithse janë në kushte më të mira si godina, edhe ato nuk funksionojnë. Në zonën që më parë qëndronin 10 banor të Nartës, sot nuk gjen më asnjë të qëndrojë aty, përveçse atyre që kalojnë pa hedhur vështrimin nga godinat e rënuara. Madje edhe banesat rreth tyre, shumica prej atyre janë me grila të ulura, jo funksionale prej vitesh, për shkak se banorët janë larguar në emigrim. Narta mbetet një ndër fshatrat që ka vuajtur pasojat masive të emigrimit, por krahas largimit të popullsisë, një tjetër faktor po kësaj radhe i brendshëm i fshatit po jep efekte negative. Mospasja një qendre të mirëfillt në kushte bashkëkohore ka bërë që fshati sot sa hyn aty të japi një impakt të vendit të braktisur, pa rini jo e jo, por kësaj ere edhe pa banor.